Atë normal që fëmijët e kanë problem. Çfarë veti ka shafrani, Len? Shafrani është antiinflamator, është një ndër antiinflamatorët më të fuqishme. Na e dim që për çdo sëmundje vjen si pasojë një inflamacioni. Edhe normal që në këtë rast shafrani është një antiinflamator shumë i fuqishme, është antioksidant, edhe ka edhe shumë vlera, po veçohet kryesisht si antiinflamator të personat që vujnë nga problemet reumatizmale, nga dhimbjet e kockave, tashmë veç ndryshimi i motit edhe i kohës veç është aktual të problemet reuma edhe në mua avancu edhe shqetësime dhimbja, inflamacioni, shafrani është ideal me shtu në çdo recetë. Më thëmë, biles mrena ditës pa tjetër një lugë shafran. Qoftë na e kemi thënë edhe me kolagen, edhe me qumsht, e kemi bua dhe recetën, qoftë çfarë do forme, ose me shtu në gjella. Shafrani si formë çaji, është e vërtet që ndihmon